Këto më njëse kom obligim për Zotit, për Allahit. Allah në ka po obligim këto, se më shumë i kemë u këtyre ajo. Në kur po shvedhe në gjami, për shos që ka dhe në gjami beke shumë, po edhe në përkape ka shumë. Dikush e man, dikush, kjo nuk është, gjithë ma dëshirës vetë gjithësjes. Zotit ka thonë, kur do një me agjurë, është mirë me agjurua, është një mrekulli e madhe, pse çdo se njëherë vjetë do në të riparohet. Edhe ku një riparimi trupit njerit. Që sa vitit t'i agjeron, apo agjeron alo? Agjeron, alo. Nëse për këllimi. Si ndihesh sa që mirë, mo agjeron? Mirë, nga si të madhe gjatë agjerimit. Por iftar bëjmë muhabet, gjirëmi tonë, familja, bëjmë një farë, muhabetit mirë, një farë grimi, hëmë pimë shka të mësia. Aja, unë mene që rinja të ma shumë të lëzër, ma shumë mërët në punë. Nuk do të thotë që ti duhet me agjeruar me dhënë punë, po, du me punu e me agjeruar. Se puna ka punë s'ka për gjë. A keni punu dhe atëherë dhe keni Po, agjeruar? bashane, po, kom punon që kom pa punën e letë, e ja punë fizike me agjeruar pa përsi. Pa më nësh me a tregu atëherë që shka qenë në Ramazani, që shenë ti njerës në për iftara, tash apo thirën si atëherë? Thirën, tash ma pak tash. Pse? Atëherë, pa tash, që njerëzia tash ardhen, që ky Covid i kalon një farë pasive të madhe. Njerëz i ka largu për bisedave, për tubimeve. Një herë, këtë më hala e me thirë. E tash, i veç familja ngushtë. Edhe i thirin krejt bashkë, me kry. Po, Apo me ndone që vërë si obligim për kryin, apo që për një me po kanë dëshirë? Në këto më njëse kom obligim për Zotit, për Allahit. Allah në ka po obligim këto, se më shumë i kemë u këtyre ajo. Çfarë mesazhe kishe pas për rinin që nuk agjerojnë? Për i kishe pas mesazhet të shkollohet, mësojnë, të vyjnë, kur të jenë kohë të agjerojnë, kur të mund ma gjenë të agjerojnë. Për e të shkollimi, përparimi, pa dije, s'ka kur gjë. Agjerimi është një mundet edhe kalon kur të mund të meritua, rinia do të punu ma shumë, me lonë kafiqat, me lonë të frenë e punë të kësie që i kanë ma disa, mërën vesh. Po du që ma mirë është me agjerua më milion, kafet, Po, ma mirë, shumë ma mirë. Ma agjerua me lonë kafet, shumë ma mirë. Jo me lonë punë, me lonë shkollë, me lonë studimet, ja. Qysh për do këtë rinia sot, apo me ndoni që? Qëra, nuk është që atë nivel, por të dikun, në relacionave me qenë pozinet, nëmër. E qëre, këto kanë hipi, ka mos, të li farë, shëqate, të li farë, adalet, të li farë, mësimit, ka marrë tash në përzijet, e pak, po hapet, në shara Zotit drejtan e ruën, se rinia në krizë se i po ndikojnë të huj, po ndikojnë shëqatet të huja, po ndikojnë njerëz që po vinë për shjashtë, jashtu, në kohën teme këmi pas një rini që s'ka pas në Evropë, rini me postat. Rini me postat s'ka pas. Me mirë e me pas, po e një konë, kërësjetë fakultetit në Prishtinë, 74, e mi konë mi 3-4 studenta, 4.000 studenta ka pas. Shkollimi ka pas prioritet ma, ka pas krasi, krenari jo konë me konë student, e sa disha shkojnë, një konë dhe një batë e mjesë, ishtë për se bon dhafa, në qështë, se një atë mërtinë që konë të konë.